që nga nëntori vitit 2020 në objektin që gjendet pas meje në qendrën e paraburgimit në Sheveningjen të Hagës, po mbahen ishtrerët të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Fillimisht ata kanë pasur një mundësi më të shumtë për vizita, telefonata dhe videolidhje, por sidomos pas disa përgjimeve që u publikuan nga zyra e prokurorit të specializuar, vizitat, lidhje telefonike për edhe ato me videolidhje janë kushtëzuar në tepër minimale për ishtrerët të UÇK-s që ndodhen në paraburgim. Pra, për shembull, ishtrerët të UÇK-s i kanë 5 vizita brenda muajit, për të cilat duhet të njoftohen paraprakisht dhe tek të cilat duhet të jepen detajet të sakta se cila është lidhja e Hashim Thaçit për shembull me personin i cili dëshiron ta vizitojë atë. Pra, 5 vizita brenda një muaji. Gjithashtu mund të kenë deri në 5 videolidhje brenda një muaji, por që emri, lidhja e të akuzuarit me këtë person që dëshiron të kontaktojë nëpërmjet videolidhjes duhet të specifikohet në mënyrë të qartë dhe duhet të paktën 2 javë përpara të fillojnë procedurat për aprovimin e lejes që kjo videolidhje të realizohet. Ishtrerët të UÇK-s mund të kenë edhe biseda të ndryshme telefonike. Në ditët kur ka gjykim, ata do të kenë një bisedë në ditë për 15 minuta, kurse në ditët që nuk ka gjykim, mund të kenë një bisedë telefonike deri në 20 minuta. Edhe për bisedat në telefon duhet që së paku 2 javë apo një muaj përpara ata të lajmërojnë me kënd dëshirojnë të bisedojnë, përveç antarëve të familjeve të ngushtë, ndoshta edhe antarëve të ekipeve të mbrojtjes. Pra, në përgjithësi, ishtrerët e UÇK-s kanë kushte strikte aktualisht për qëndrimin e tyre në qendrën e paraburgimit që ndodhet pas meje këtu në Sheveningjen të Hagës. Këto mosa mbase pritet të lehtësohen pas përfundimit të dëshmitarëve të prokurorisë, sepse prokuroria e Hagës ka insistuar vazhdimisht që këto mosa janë marrë për të penguar ndikimin në dëshmitarë dhe antarët e familjeve të tyre dhe me përfundimin e dëshmitarëve të prokurorisë, sipas njerëzve të çështjeve të drejtisë, nuk ka arsye që këto mosa të jenë kaq strikte, mbase disa nga ata thonë që edhe është hapur mundësia për lirimin nga paraburgimi.